Mirë se erdhe të dashur krepër në letra trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Kësaj radhe kam zgjedhur një temë që është pak më shumë çortim, ta them kështu. Për çfarë duhet të jap syt këtë javë akrepi? Çfarë duhet të bëj akrepi? Akrep, kjo javë nuk më del si javë ku problemi kryesor është se nuk di çfarë po ndodh. Përkundrazi, më del sikur në disa situata e ke kuptuar shumë mirë çfarë po ndodh, por po e shtyn reagimin sepse nuk e vendosur ende çfarë do bësh me atë që di. Dhe këtu është ndryshimi. Mund të ketë zhurmë rreth teje, mendime të ndryshme, njerëz që përplasen, dikush që nuk është krejt i hapur, madje edhe një situatë nga e kaluara që rikthehet. Por mes gjithë kësaj, mbreti i shkopive të thotë: mos rri gjithë javën duke analizuar njerëzit. Vendos çfarë do ti dhe vepro sipas asaj. Sepse ndonjëherë akrepi harxhon aq shumë energji duke kuptuar motivet e tjetrit, sa haron pyetjen më të rëndësishme. Edhe nëse e kuptoj pse po sillet kështu, thjesht shembull. A më përshtatet mua kjo sjellje? Kjo është ajo pyetja e javës. Fillojmë me Hermit, të dashur akrepër. Hermit është vetmitari, dietari, një person që reflekton, kërkon përgjigjen në veten e vet. Largohu pak nga zhurma para se të marrësh vendim për çfarë do që të jetë akrepër. Këtë javë nuk do të thotë të mbyllësh në shtëpi e të mos flasësh me askënd. Do thotë mos kërko mendimin e 15 njerëzve për një vendim që në fund duhet ta marrësh ti. Njëri të thotë bëje, tjetri mos e bëj, njëri thotë prit, tjetri thotë ik, dhe në fund nuk e di më çfarë mendoje vetë para se të pyesje të gjithë. Nëse ke një vendim për punë, para, marrëdhënie apo familje, ulu dhe shiko faktet. Çfarë të levërdis, çfarë nuk të levërdis, çfarë mund të ndryshosh, çfarë nuk është në dorën tënde, edhe një gjë, mos u merr vendime kur je apo i nervozuar. Nëse sapo e grindur me dikë, mos dërgo mesazhin final të jetës tënde në orën 23:47. Fli mbi atë problem, mbi atë shqetësim, akrepi. Lexoje nesër prap. Nëse ende mendon të njëjtën gjë, atëherë fol. Kjo letër thot, pak distancë mund të kursej një gabim të madh. Kjo është ajo që duhet të bëni. 5 të shkopive. 5 të shkopive të dashur akrepër thot, jo çdo debat, siç e tham këtu, e meriton apo i duhet pjesëmarrja jote. Këtu kemi përplasje, mund të jetë në punë, familje, shoqëri ose marrëdhënie. Disa njerëz duan të kenë të drejtë, disa duan të dëgjohen, disa duan vetëm të kundërshtojnë. Dhe disa po të thuash që sot është e diel, do të fillojnë debat pse nuk është e hënë. Këshill nga kjo letër, zgjidhi betejat akrepi. Në punë, nëse ka konkurrencë, mos harxho kohë duke parë çfarë po bën kolegu, bëj punën tënde mirë. Në familje, nëse 2 njerëz po zihen, mos hyr automatikisht si gjykatës. Në marrëdhënie, nëse po grindeni gjithmonë për të njëjtën gjë, ndaloni së përsëritur të njëjtën debat. Por shiko çfarë zgjidhje keni. Nëse pas 40 minutash ende po diskutoni kush e tha fjalinë i pari 3 muaj më parë, nuk po zgjidhni më asgjë. Po mbani gjallë konfliktin. 2 të shpatës. Kjo letër thotë mos e quaj po pres kur në fakt po shmang vendimin. Cili do qoftë dhe për çfarë do qoftë ajo. Kjo është shumë e drejtë për drejtë. Ke 2 mundësi. 2 drejtime, ose një situatë ku duhet të thuash po ose jo. Dhe mund të jesh duke menduar, do shoh, mirë,
Deri kur, akrepi, sepse edhe mos vendosja ka pasoja. Nëse nuk përgjigjesh për një mundësi, mund të humbasësh. Nëse nuk vendos kufi me dikë, sjellja do vazhdoj. Nëse nuk merresh me një problem financiar, nuk do zhduket vetë tillë. Nëse nuk pyet ku qëndron një marrëdhënie, mund të vazhdosh muaj të tërë në paqartësi. Mos prit ta kesh 100% siguri, të sigurt. Shumë vendime në jetë merren me 70% informacion dhe pjesa tjetër shihet të rrugës. Vendos sipas asaj që di sot. 7 të shpatës. Mos u merr vetëm me gënjeshtrat e të tjerëve, shiko edhe ku po gënjen veten. Kjo letër kërkon kujdes. Mund të ketë dikë që nuk po të tregon gjithçka. Një informacion të lënë për gjysmë, një premtim që nuk përputhet me veprimet e personit apo situatës, një person që shmang përgjegjësinë, një punë apo në punë mbaj gjërat e rëndësishme me shkrim. Nëse bëni marrëveshje, konfirmoje. Nëse dikush thot mos u shqetëso, rregulloj unë, kur, si dhe çfarë konkretisht. Kjo është pyetja. Jo sepse duhet të dyshosh të gjithë apo në gjithë botën, por sepse qartësia të kursen probleme. Në dashuri, nëse historitë nuk përputhen, mos u bëj sikur nuk e vure re. Por 7 të shpatës nuk është gjithmonë dikush po të tradhton. Jo, ndonjëherë mashtrimi më i madh, të dashur akrepër, është ai që i bëjmë vetes. Jam mirë kështu, nuk më intereson, nuk pres asgjë, po ri vetëm për momentin, nuk e di që po pret diçka nga një situatë, nëse e di pra që po pret diçka nga një situatë, pranoje. Sepse kur i thua vetes të vërtetën, të paktën mund të marrësh një vendim të drejtë. Dhe kjo është ajo. Jo gjithmonë në gënjen të tjerët, ne gënjejmë dhe veten tonë. Mbreti i Shkopive thot, mjaft reaguat ndaj të tjerëve, drejtoje vet javën tënde. Janë lëvizjet. Këtu ndryshon energjia komplet. Mbreti i Shkopive nuk pyet po çfarë mendon filani, ai pyet çfarë dua të arrijë. Këtë javë duhet të marrësh pak më shumë drejtim, pra të lëvizësh, siç e thash, është lëvizje. Nëse ke një ide punë, mos fol vetëm për të, bëj hapin e parë. Nëse duhet të telefonosh dikë, bëje. Mos fol, vepro. Nëse duhet të aplikosh, apliko. Nëse ke diçka për të propozuar në punë, thuaje. Duhet të vendosësh kufi, vendos. Mos prit gjithmonë që dikush tjetër të jap leje, akrepi. Por kujdes me anën tjetër të kësaj letre. Vetbesimi nuk do të thot vetëm unë kam të drejtë. Nëse dikush të jep argument më të mirë, dëgjoje. Njeri i fort nuk humbet autoritet sepse ndryshon mendim kur faktet i tregojnë se ka gabuar. Përkundrazi, akrepi, përkundrazi. Dhe 6 të kupës. E kaluara mund të trokas, por ti vendos nëse e hapan derë. Është një nostalgji. Mund të dëgjosh nga dikush që nuk e ke parë prej kohësh. Mund të rikthehet një mik, dhe një ex apo ishë, një çështje familjar mund të rikthehet, një vend, madje edhe një ide që dikur e kishe lënë. Dhe këtu dua shumë kujdes, sidomos pas 7 të shpatës. Mos e ngatro, akrepi, nostalgjin me provën që diçka duhet rikthyer. Vetëm sepse dikur keni kaluar bukur, nuk do të thotë se problemi që ju ndau është zhdukur. Nëse dikush kthehet, mos e pyet vetëm kam ende ndjenja? Pyet çfarë ka ndryshuar konkretisht nga hera e fundit, kur u lat. Nëse përgjigja është asgjë, por na mori malli, atëherë kujdes, akrepi. Malli është ndjenjë, nuk është plan. Por, 6 të kupës mund të jetë edhe shumë pozitiv. Një njeri mirë nga e kaluar, një pajtim i sinqertë, familje, fëmijë, takim i këndshëm, ose rikthim të diçka që të bën të mirë.
Pra, mos e refuzo të kaluarën automatikisht, vetëm kujdes, mos e zbukuro. Të dashur Akrepi, për çfarë duhet ti hapësh syt këtë javë? Për ndryshimin mes asaj që po ndodh realisht dhe historisë që po i tregon vetes për atë që po ndodh. Dietari thot largu pak nga zhurma dhe mendo vet. 5 të shkopive thot mos harxoj energji në çdo konflikt. 2 të shpatës e thot merr vendim që po e shtyen. 7 të shpatës thot kontrollo faktet dhe mos justifiko atë që nuk përputhet, Akrepi. Mbreti i shkopive thot merr drejtimin e situatës. 6 të kupës mos e lejo nostalgjin të marrë vendimin në vendin tënd. Të kuptosh pse dikush sillet keq me ty, nuk e bën sjelljen e tij më të pranueshme. Mund ta kuptosh traumën e tij, të kaluarën, frikën, arsyet të gjitha, por në fund pyet, a dua të kem këtë sjellje në jetën time? Sepse kuptimi nuk të detyron të tolerosh. Detyrë shtëpie, ta them kështu të dashur Akrep për këtë javë, zgjidh një situatë që po e zvarrit. Shkruaj një cop letër, ta them kështu praktikisht. Çfarë di me siguri? Çfarë vetëm po mendsoj? Çfarë dua unë? Çfarë duhet të bëj këtë javë? Dhe pastaj bëj atë. Hap. Një telefonat, një jo, një po, një aplikim, një sqarim, një kufi, apo çfarë do të jetë. Ose një derë që këtë herë vendos të mos e hapësh. Sepse ndonjëherë problemi nuk është se nuk kemi përgjigjen. Problemi është se përgjigjja nuk është ajo që donim të dëgjonim, Akrepër. E kaluar absolutisht meriton të kujtohet, por jo gjithmonë meriton një vend në të ardhmen tënde.